Vlora, Drenica, Kërçova dhe Tetova ishin pjesë e turneut festiv që u organizua nga Komuna e Tetovës me rastin e festave të nëntorit, me moton "Nëntori na bashkon". Në turneun mbarkombëtar të volejbollit për vajza në kategorinë U16 morën pjesë flamurtari i Vlorës, Skënderaj, Uskana e Kërçovës dhe ekipi Nikoqir, Shkëndia e Tetovës. Ky manifestim mbarkombëtar nisi me antonimin e himnit kombëtar. Hapjen solemne të këtij turneu në volejboll për vajza, Pavarësia 2025, e bëri kryetari i komunës së Tetovës Bilal Kasami, i cili u shprehi i kënaqur me pjesëmarrjen e ekipeve dhe i uroi të gjithë ekipet për nivelin e lartë, për kushtimin dhe shpirtin garues. Unë besoj që me këtë organizim ne do të vazhdojmë që të tregojmë se rinia jonë ka një alternativë të mirë për të harxuar kohën për jashtë aktiviteteve mësimore, por edhe në aktivitete sportive, sepse është koha kur mësimeri duhet të shfrytëzojnë në mënyrën më efikase dhe si rezultati i angazhimeve të tyre edhe mësimore edhe sportive, ata do të arrijnë që të ndërtojnë një personalitet të fuqishëm. Edhe një herë urime për këtë organizim dhe e shpallim të hapur këtë manifestim. Këtë manifestim sportiv me pjesëmarrjen e tij e nderoi edhe sekretari i përgjithshëm i Federatës së Volejbollit të Kosovës, Valon Nikçi, i cili uroi komunën e Tetovës për organizimin e këtij turneu mbarkombëtar. Porosia është shumë e thjeshtë që festat e nëntorit, jo vetëm festën e flamurit, po edhe festat tjera, ditëlindjen e komandantit Adem Jashari, shumë festa tjera që ndërlidhen me muajin e nëntorit, të festojmë pikërisht së bashku ekipet nga Kosova, Shqipëria dhe mbartërore shqiptare. Është një nismë e mirë që këtë vit me këtë grup moshë të zhvillohet dhe të mbahet ky turne në sportin e volejbollit, ndërsa po shfrytëzoj rastin që njëherë t'ju uroj këto festat e nëntorit. Shqipërinë në këtë turne me karakter festiv e prezantoi ekipi i flamurtarit të Korçës që drejtohet nga trajneri i njohur Agron Sako. Sako falenderoi organizatorët për këtë manifestim të madh sportiv. Unë falenderoj mikun tim Habilajetin, i cili na mundsoi këtë turne kaq të bukur mbarkombëtar. Është një nga evenimentet më kryesore për mbar popullin shqiptar, për mbar shqiptarët që na ka bashkuar sot për këtë aktivitet kaq të bukur dhe shumë sportiv dhe shumë miqësor. Ky mbahet me rastin e ditës së flamurit dhe festave të nëntorit. Dhe duke ditur që gjithë shqiptarë dhe gjithë komsit tanë që janë në përbot, festojmë ditën e flamurit dhe festat e fund nëntorit. Në ndeshjet gjysmë finale që u zhvilluan brëm, u regjistruan këto rezultate. Shkëndia flamurtari 2-1 në sete. Uskana Skënderaj po ashtu përfundoi me rezultatin 2-1 në sete. Sot në ndeshjen për vendin e tretë, Uskana mundi flamurtarin e Vlorës 2-1, ndërsa në finale Shkëndia Skënderajin. Pra fituesi i turneut doli Shkëndia që në finale mundi Skënderajin 3-0 në sete, ndërsa vendi i tretë i takoi Uskanës nga Kërçova dhe vendi i katërt flamurtarit të Vlorës. Komuna e Tetovës për të gjitha ekipet pjesëmarrëse ndau kupa, medalje dhe pllaketa.